Po ju vëllezërit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fiha lejletun khairu min alfi shahr, men hurimaha faqad hurim." Me të vërtet në këtë muaj është një natë e cila është më me vlerë se 1000 muaj. Kush privohet prej saj, me të vërtet është i privuar. Pra kush e humbën atë natë, me të vërtet është i humbur. Kush kujdeset nga ajo natë, me të vërtet është i shkujdesur. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë gjelle u ala madhërojmë, për Allahun te bareke ve teala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun te bareke ve teala ashtu siç është meritor ai që të falenderohet gjelle u ala, i që ne mësoj që të arim ditën e 100 e fundit të muajit të Ramazanit, i që ne mësoj që të arim insha Allahu teala natën e madhe, natën e Lejletul Qadrit, ku e lusë Allahun te bareke ve teala që të më godet ajo natë, që të më qëllon ajo natë, dhe të të godet ajo natë, dhe të je duke qëndruar para Allahu te bareke ve teala, duke digju fjallën e krijuesit të madh te bareke ve teala. Salavat dhe selamet e vazhdueshme janë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili o ju vëllezër që kur fillon të muaj Ramazanit e kujton të natën e Kadrit, thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qad ja'akum shahru Ramadan", ju ka ardhur o ju njerëz në muaj Ramazanit, "fiha lejletun hiya khairu min alfi shahr wa hiya Lejletul Qadr", me të vërtet në atë muaj është një natë e cila është më me vlerë se 1000 muaj. Pra që nga fillimi i Ramazanit, kur shfaqesht e gëzimi dhe hareja në fytyrën dhe në zemrën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ai va kujtonte dhe va rikujtonte sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum natën e Kadrit. Biloju vëllezër, dijeni se esenca, kajmaku dhe qëllimi final i këtij muaji të madhërisëm është pikërisht nata e Kadrit, nga se ngjarja më madhore që ka ndodhur në historinë njerëzore, ngjarja më madhore që ka ndodhur në muajin e Ramazanit, ngjarja më madhore që ka ndodhur në natën e Kadrit, është zbritja e librit të Allahu te bareke ve teala. Allahu xhalla wa ala o ju vëllezër e ka quajtur këtë natë Lejletul Qadr, nata e Kadrit. Po çka do thot fjala Qadr o ju vëllezër? Vjen për fjalës arabe el Qadr, që do thot vlerë edhe pesh, nga se nuk ka natë që ka vlerë dhe ka pesh më shumë se sa nata e Kadrit, për arsye se në të zbriti libri më me vlerë dhe më me pesh, libri Allahu të madh te bareke ve teala. E një prej kuptimeve të saj, ju vëllezër, fjala Qadr në gjuhën arabe do thot ngushticë, për arsye se në atë natë zbresin melekët e Allahu xhelle u ala në tokë, sa që ngushtohen rrugicat dhe sokaqet e rrugës e tokës me zbritjen e melekëve të Allahu xhelle xhelalu. Pra arabët thonë shay'un qadr, diçka e ngushtë, për arsye pse ngushtohen rrugët nga melekët e Allahu xhelle xhelalu. O ju vëllezër, në atë natë, pra në natën e Kadrit, zbret shpirti i shenjtë Gjibrili alayhi salatu wassalam, që të solidarizohet me ata njerëz që e dëgjojnë dhe e recitojnë librin e Allahu te bareke ve teala. Gjibrili, o ju vëllezër, që nuk ka zbrit më në tokë, që ditën kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm një herë në vit, dhe atë në natën e Kadrit. Po ju vëllezërit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fiha lejletun khairu min alfi shahr, men hurimaha faqad hurim." Me të vërtet në këtë muaj është një natë e cila është më me vlerë se 1000 muaj. Kush privohet prej saj, me të vërtet është i privuar. Pra kush e humbën atë natë, me të vërtet është i humbur. Kush kujdeset nga ajo natë, me të vërtet është i shkujdesur. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke ve teala pra na ka fal një natë e cila vlen sa një jetë, e cila vlen
më shumë se sa 1000 muaj. Andaj Allahu ju vëllezërit e mi, na ka kaplu gafleti dhe pakujdesia në gjithë të netë të cilat kanë kaluar, por mos na kaplon gafleti dhe pakujdesia në këto netë në të cilat na kanë mbetë, e që të fitojmë falje dhe mëshirën e Allahu te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, pasha Allahun e madh xhelle xhelalu, në qoftë se do të kishim shkuar tek varret dhe do të ishim përgjigjur banorët e varrezave, o ju njerëz, çka dëshironi në qoftë se ktheheni edhe një herë në jetë, pasha Allahun e kishim pas dash natën e Kadrit. Andaj o ju robër të Allahut, ne që Allahu xhelle wala ende na ka dhënë frymëmarrje, ne që Allahu te bareke ve teala ende na ka dhënë shans dhe mundësi, ja baghi el khejri aqbil, o kërkuesi të mirës, afroju dhe eja, se është shansi dhe mundësia në këtë natë të Kadrit që të fiton çdo njeri prej nesh me faljen dhe mëshirën e Allahu xhelle wala. Andaj në një ditë prej ditëve, nëna e besimtarëve radhiyallahu ta'ala anha Aisha i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, në qoftë se e godas natën e Kadrit, më trego çka të lutem në të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: o nëna e besimtarëve, lutu në natën e Kadrit në këtë lutje: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ty je falësi dhe e don faljen, andaj të lutem më fal mua. Allahu Ekber. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e këshillon dhe po e rekomandon Aisha, nënën e besimtarëve, që në natën e Kadrit fokusohu tek falja e Zotit xhelle wala. Në natën e Kadrit lutju Allahu xhelle xhelalu me emrin e tij El Afu, që do thot shlyer si i mëkateve dhe i gjunaheve, që Allahu te bareke ve teala të të falë dhe të mëshiron, të të falë dhe të të mëshiron, nga se Allahu xhelle wala yuhibbul afu, e don faljen, ai është falës i te bareke ve teala. Andaj o ju vëllezërit e mi, mos i shkujdesni këto netë të mbetura në prezencat e juaja në xhamiet e Allahu te bareke ve teala, që të falemi bashk, të recitojmë fjalën e Allahu xhelle wala bashk, të bim në ruku dhe në sejdë bashk, e ti lutemi Allahu te bareke ve teala për falje dhe mëshirë bashk. O ju vëllezërit e mi, Allahu xhelle xhelalu për vlerën dhe peshën e madhe të kësaj nate e ka zbrit një surë në librin e tij që quhet surja e Kadrit, pra surja e natës të Kadrit, ku Allahu xhelle wala thot: inna anzalnahu fi lejletil qadr. Me të vërtet ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adrake ma lejletul qadr. E ku e dini ju se çka është nata e Kadrit? Pra Allahu xhelle wala po na pyet ne, ku e dim ne se çka është nata e Kadrit? Dhe vallahi nuk e dim në realitet se çka është nata e Kadrit, por realitetin e saj e di vetëm Allahu, dhe na ka shfaq një pjesë të realitetit të saj kur tha: Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. Elusë Allahun te bareke ve teala që të na mundson që ta godasim natën e Kadrit dhe ne jemi në qëndrim në kam në namaz. Elusë Allahun xhelle wala që të na qëllon nata e Kadrit dhe ne jemi në ruku dhe në sejdë. Elusë Allahun xhelle wala që të na falë dhe mëshiron. O Allah, ty je falësi, e don faljen, andaj të lutemi na falne ja Rabbel Alamin. O Allah, ty je falësi, e don faljen, andaj na falne o Zoti ynë. O Allah, ty je falësi, e don faljen, andaj na falne. Amin ja Rabbel Alamin. O ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala i ka hap dyert e khairit, dyert e bamirësive dhe mirësive, dhe tha më e madhja e tyre është namazi. Andaj mos u kujdesni nga ky ibadet i madh, ju vëllezër, veçanërisht në këtë ditë. Allah ju rujtë, ju mëshiroft. Por Allahu xhelle wala na ka hapë edhe dyert të tjera që mundemi ta fitojmë kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala në këtë net. Mos u kujdesni ju vëllezër që të gëzoni zemrat e prindërve të juaj, buzëqeshni në fytyrat e tyre, vizitoni ata, kujdesuni për ata. O ju vëllezër, kujdesuni për fukarat, kujdesuni për vllaznit e juaj, për motrat e juaja, për familjarët e juaj. Allahu xhelle wala thot: wa ati dhel qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil. Dhe jepni edhe familjarëve hakun e tyre. Vaj halli për një njeri të cilit Allahu xhelle wala i ka dhënë pasuri,
dhe ai e shpërfill pasurinë e tij aty, këtu edhe aty, kurse ka një familjar, një dashamir të tij të varfër. O ju vëllezër e miq, përndani sadakaja në këtë ditë, për arsye se sadakaja në qoftë se qëllon në natën e Kadrit, e ka vlerën e sa 100.000, sa 100, ashtu si ishte Allahu azza wa ka elfi shahr, sa 100 muaj. O ju robër të Allahut, sa 1000 muaj. O ju robër të Allahut, shfrytëzoni këtë ditë, o ju vëllezër, në leximin e librit të Allahut xhallahu ala, në dhikr dhe në përmendjen e Zotit xhallahu ala, veçanërisht në shqiptimin e fjalës la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Elusë Allahun xhallahu ala që të na falën dhe të mëshiron. Elusë Allahun te bareke ve taala që të na kaplon me mëshirën dhe rahmetin e tij. Me të vërtetë Allahu xhallahu ala është pranuesi i lutjeve dhe dëgjuesi i tyre. Elusë Allahun xhallahu ala që të falë dhe të mëshiron prindërit tonë dhe prindërit e prindërve, ya rabbel alamin. Elusë Allahun xhallahu ala që të bën kenar Islami dhe muslimanët, e të mposhtën kufrin dhe shirkun, ya rabbel alamin. O Allah, të lutemi, ne i prano agjërimin e muajit të Ramazanit dhe prano prej nesh, o Allah, në faljen e namazit të teravis dhe faljen e namazit të natës, ya dhe Gjelali wal Ikram.